Ekonomia nuk është arsye për azil, kështu deklaroi kancelarja gjermane Angela Merkel në një intervistë për televizionin gjerman ZDF. Merkel theksoi se nuk mund t'i japim azil kujdo që beson se këtu ka një shans për punësim, duke bërë thirrje për një zgjidhje europiane. Wir müssen Ausbildungsangebote machen. Als ich in Albanien, in Serbien war, haben wir darüber gesprochen. Vendet e Ballkanit duhet të bashkohen në BE. Nuk ka persekutim politik. Askush nuk duhet të krijojë shpresa të kota, në të kundërt nuk mund të ndihmojë ata që kanë më shumë nevojë. Një politike përbashkët europiane për azil kërkuesit menjëherë pas shpëtimit të Greqisë është projekti tjetër i madh për Europën ku duhet të tregojmë se jemi në gjendje të veprojmë së bashku. Gjithashtu duhet kemi një klasifikim të përbashkët të vendeve të sigurta të origjinës. Në Gjermani po diskutojmë nëse Bosnia-Hercegovina, Serbia dhe Shqipëria duhet të klasifikohen si vende të tilla. Kancelarja gjermane gjithashtu dënoi rritjen e dhunës ndaj refugjatëve. Dhuna e shtuar ndaj refugjatëve nuk ka justifikim. Çdo person i cili vjen në Gjermani duhet të trajtohet sipas të gjitha të drejtave të njerëzit. Ky angazhim nuk ka të bëjë fare me faktin që azil kërkuesit nga Ballkani Perëndimor nuk kanë pothuajse asnjë shans për azil. Kancelarja gjermane Angela Merkel e ka cilësuar emergjente rregullimin e problemeve aktuale dhe premtoi se shumë shpejt do të vizitojë një kamp refugjatësh.